Kreu I grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar ashpër ndaj vendimit të mazhorancës socialiste për të mos pranuar ngritjen e 2 komisioneve hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita. Komisionet kanë të bëjnë me farsën zgjedhore të 11 majit dhe me aferën personale të njohur si McGonigal. Bardhi e cilësoi këtë si akt antikushtetues, duke theksuar se shkel një nga funksionet më thelbësore të kuvendit kontrollin parlamentar. Sipas tij, vendimi I qeverisë nuk cënon vetëm të drejtën e opozitës, por rrezikon dhe vetë funksionin e parlamentarizmit në vend. Komisionet hetimore parlamentare janë instrumenti I transparencës, jo I bllokimit politik, theksoi Bardhi, duke shtuar se Shqipëria duhet të ndjek standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa aktualisht I jepet vetëm imazhi evropian. Ai vuri në dukje se parlamenti nuk duhet të ndërrohet në vend për propagandë qeveritare, por një institucion ku opozita ka të drejtë të kërkojë llogari, të monitorojë veprimtarinë e qeverisë dhe të nxjerrë përgjegjësi. Opozita nuk do të bëhet kurrë një stolie, një bande që pasi zgjesuan zgjedhjet e barabarta dhe të lira, synon të zgjesojë edhe parlamentin, përfundoi Bardhi duke konsideruar vendimin një rrezik të drejtë për drejtë për demokracinë parlamentare.